Përshëndetje, unë jam Tirana.com. Ky është tutoriali numër 6 në PHP. Në këtë tutorial ne do të mësojmë deklaratën else dhe if. Nëse ne duam të ekzekutojmë disa kode, nëse njëri prej disa kushteve janë të vërteta, ne do të përdorim deklaratën else dhe if. Le të marrim një shembull për ta kuptuar më mirë. Të deklarojmë variablin se dita barës date d si në tutorialin if dhe else. If dita barës free echo paç një fundjavë të mbar. Else if dita barës sun echo paç një të diel të mbar. Else echo paç një ditë të mbar. Le ta ekzekutojmë. Paç një të diel të mbar. Pra sot është e diel dhe na thotë që paç një të diel të mbar. Atëherë le ta shpjegojmë këtë. Kemi kushtin e parë, i cili është if dita, nëse dita është e premte, atëherë do të na afishohet mesazhi paç një fundjavë të mbar. Gjithashtu nëse dita është e shtunë, e diel, më falni, echo do të afishohet mesazhi paç një të diel të mbar. Else echo paç një ditë të mbar. Nëse nuk plotëson këto dy kushte, do të afishohet mesazhi paç një ditë të mbar. Atëherë le ta bëjmë këtë mon që të mos plotëson dy kushtet. Dhe na thot paç një ditë të mbar. Atëherë këtu mund të afishojmë sa mesazhe të duam ne. Gjithashtu mund të përdorim edhe klapa gjaprushe si në tutorialin numër 5. Dhe kaq shpresoj për këtë deklaratave else if. Mos harroni të bëni subscribe në YouTube dhe gjithashtu vizitoni Tirana.com për video material rreth PHP.